Prokuroria e Tiranës ka lëshuar të paktën 30 urdhër arreste ndaj një grupi personash të dyshuar për shpërndarje të kokainës dhe lëndëve të tjera narkotike në rrugët e kryeqytetit. Sipas burimeve nga policia e Tiranës, nuk bëhet fjalë për një strukturë të vetme kriminale, por për disa grupe të vogla që vepronin në zona të ndryshme të Tiranës, të lidhura mes tyre me aktivitetet e trafikut të drogës. Hetimi, i cili ka zgjatur rreth 4 muaj, konsiderohet si një nga operacionet më të rëndësishme të fundit në luftën kundër narkotikëve të kryeqytetit. Gjatë kësaj periudhe, agjentë të infiltruar të policisë së shtetit kanë kryer blerje të stimuluara të lëndëve narkotike, përfshirë hashash, kokainë dhe ekstazi, me qëllim dokumentimin e aktivitetit të rrjetit dhe identifikimin e anëtarëve të tij. Sipas të dhënave hetimore, rrjeti dyshohet se ka lidhje me një tjetër operacion të zhvilluar gjatë verës së vitit kaluar, ku policia arrestoi disa persona të përfshirë në shpërndarjen e lëndëve narkotike. Njëri prej të arrestuarve në ato kohë dyshohej se ishte një nga furnizuesit kryesor të kokainës në lagjet e Tiranës, duke shërbyer si pikë shumice për disa grupe të shpërndarjes. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një deklaratë zyrtare për numrin e saktë të urdhër arresteve të ekzekutuara, ndërsa operacioni vijon në terren për kapjen e personave të shpadur në kërkim dhe dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal.